Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Do bëjmë një mesazh për ju të dashur demër dhe është nën brenda në det. Shikoni sa letër e bukur që është, por kjo letër thot: gjej qetësinë, rivendos ekuilibrin. Të dashur demër, kjo letër të fton të kthehesh në trupin tënd. Kur them të kthehesh në trupin tënd, do të thotë ta dëgjosh vërtet veten, ta shikosh sikur një i dyti, kashi. Në trupin tënd, në realitetin tënd dhe në momentin e tanishëm. Të dashur demër, mund të jesh ndjer i shpërndar, i udhëtuar ose mbi ngarkuar, duke menduar për të kaluarën apo duke u shqetësuar për të ardhmen. Por në këtë fazë, forca jote qëndron në rrënjët, jo në nxitim. Në vaktet, kjo letër tregon është koha për të ndalur, për të ribalancuar energjinë. Mos e lejo, të dashur demër, mendjen të varproj para teje, ngadalso dhe vëzhgo. Demi është shenjë tokës, siç e dim, dhe kur humbet kontakti me bazën, humbet dhe qetësinë. Kjo letër është kujtesë për të ndërtuar stabilitet emocional, po aq sa atë praktik. Mund të jetë kujdesu për trupin, gjumin, ushqimi, rutina janë pjesë e shërimit tënd. Mos kërko përgjigje të menjëhershme, nganjëherë stabiliteti vjen, të dashur demër, duke pranuar se gjithçka nuk mund të kontrollohet. Kjo periudhë nuk të kërkon veprime të mëdha, por kuptim të thellë, siç janë këto në thellësinë e detit. Është momenti për të qenë i pranishëm, jo për të shtyrë. Kur të gjesh këtë qendër të brendshme, të dashur demër, çdo vendim do bëhet më i qartë dhe çdo gjë që ka qenë e paqëndrueshme do të gjej vendin e vet. Fjalët që duhet i mbani mend: qetësia nuk është mungesë lëvizje, është themeli, të dashur demër, nga ku çdo gjë fillon të lëviz me kuptim.